shikues të programit Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Sot në këtë studio jam së bashku me inxhinier Zef Gjinin, kryetar I shoqatës së artizanëve në Shkodër. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur zoti Zef në studion ton. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Më pëlqen gjithmonë që bisedën ta filloj me informacionet më të fundit. Mi veprimtarin më të fundit, aktivitetin më të fundit dhe çfarë ju dëshironi të realizoni me shoqatën e artizanëve. Natyrisht unë I drejtohem atyre panajireve të mrekullueshme që përgjithsisht zën vend në pedonalen Kol Idromeno të qytetit tonë. Pikërisht jena para festave të fund vitit dhe shoqata e artizanëve dhe zejeve të Shqipërisë sigurisht me qenë në Shkodër, dhe që aktivitetin më të madh e bën këtu në Shkodër, organizojmë panajirin nga data 20 deri me datën 31 dhjetor, këtu në pedonale Shkodër si zakonisht, edhe me siguri do të jetë një panajir I larmishëm, I panajir si gjithmonë I cili bjen në sy në Shkodër për pjesëmarrjen, për prodhimet të veçanta që paraqiten në këtë panajir. Kjo sigurisht tani jemi si thush një shoqat e cila ka marrë edhe emrin e vjetër Zeje dhe si rezultat do marrin pjesë prodhime nga më të ndryshmet artistike, por edhe prodhime bio, siç janë prodhimet e vreshtarisë, vena, rakia, që janë prodhime artizanale, djathra, mjalti, bimë medicinale, duke pas në qendrët e menjes punimet artistike, siç janë filigrana argjendit, punime artistike druri, qylyma, në prodhimet e zgjahu e tjerë. Pra është një panoramë shumë e bukur, shumë ngjyrshe. Një panoramë që hedh vështrimin tek ai rrugtim I artizanëve për të mbërritur tek ato prodhime kaq të bukura dore, sepse të gjitha janë pra prodhime që kanë të bëjnë me një mjeshtri që ka bazë familjen ose një grup shoqëror që më pas kulmojnë tek ato panajire të mrekullueshme që shoqata juaj pasqyron. Është një larmi punimesh apo jo? Ne jemi shumë të gëzuar sepse e gjithë Shkodra si thush na falënderon, na respekton, por edhe ne kemi ato pretendimet tona, ne mendojmë që kena realizuar dhe kena arritur shumë suksese, por duke pas parasysh nëse na shkon mendja se kush janë Shkodra në drejtim të artizanatit, që me mira vite përpara, më themi 2500 vite që flet historia, që Shkodra ka pasur mbi 80 zeje, dhe që ka qenë një qendër jo vetëm në Shqipërisë, por ballkanike ma gjanë në drejtim të artizanatit mjeshtrive, ne jemi na duket vetë që ne duhet me hedh shumë më tepër dhe me punu më shumë. Por megjithatë, ne e kemi mbajt dhe jena duke ecur në këtë ekonominë e tregut që mund t'i themi, për arsye se këtu tashi nuk ka më prodhime industriale ose të organizuar në mënyrë industriale, por kryesisht, ashtu siç e thatë edhe ju, këtu ka prodhime më shumë të organizuar në mënyrë familjare, grupime të ndryshme, të cilët faktikisht mundohen të punojnë që të jetojnë, të sigurojnë të ardhurat e familjes, por duke njekur gjithmonë atë traditën, dhe këtë traditë njekin për shumë arsye, edhe për fanatizëm, por edhe për t'i ardhur kohës, qoftë për shqiptarët, emigrantët kryesisht, që ne kena në plan të parë dhe jena shumë, ata e bajnë tregtinë më të madhe, më themi, por edhe turistët, edhe kështu që artizanati do hecë si çdo ekonomi tjetër me kohën. Edhe kësaj mundohemi duke krijuar edhe artikuj të ri vazhdimisht. Besoj se jena në rrugë të mbarë, pretendojmë shumë, do ecim me kohën,
aq më tepër tash që thosh zejet marrin një zhvillim më të madh dhe nuk jena më ajo familja artistike, po janë një familje zejtare që edhe në ekonominë kombëtare zam një peshë më të madhe. Dhe kjo lidhet edhe me miratimin e ligjit vitin tjetër nga qeveria, e cila është një gjë shumë e mirë për artizan. Sot kena ligjin ton dhe këtë vit tani pak para një muajt ka fillu aktivitetin dhoma kombëtare e zejtarisë në Tiranë, për cilin na kanë ndërru edhe ne, unë jam antar i kryesisë dhomës zejve dhe kena mundësi me Quzanin atje ku duhet. Në fakt ju përmendët ligjin mbi zejtarin. Sa ju mbështet dhe ju përkrah dhe ju detyron ky ligj natyrisht? Ne edhe na detyron, por edhe na mbështet si çdo ligj tjetër. Fakti është që ne shpresojmë dhe nuk mund të flasim për shifra ose për një veprimtari, meqense se tani fillon aktivitetin ose mund të themi akoma nuk është një kjo aktivitet. Por ne kena pretendimet tona dhe kena shpresë se në fundit tash duke qenë se kena ligjin, ne kena mundësi edhe me përmirësu me kohë ligjin, sigurisht si çdo ligj tjetër. Dhe unë mendoj që duhet ta njekim shumë këtë dhomën e kombëtare të zejve, kam shumë shpresë, varet si do shkoje, si do punoje. Ideja ime edhe personale që unë kam ngritur vazhdimisht në institucione shtetërore edhe në çdo mbledhje, ne kemi pretendimet tona edhe sidomos në evidentimin e këtyre zejve, jo vetëm Shkodër, po gjithë Shqipërinë, sepse ne themi u zhdukën u ban, por është fakt që nuk ka organizime kolektive, por punohet shumë edhe ne nuk i njohim akoma se kush punon dhe çfarë zënon. Këto kanë shumë domosdoshme evidentimin, inkurajimin, duke evidentuar, inkurajuar, fillon edhe mendime tjera shkencore për të ndihmu, për të ecë. Në fakt ju në programin e shoqatës keni shkruar që rreth 80% e veprimtarisë së zejtarëve dhe të artizanëve gjendet në zonën e Shkodrës. Ju veproni edhe në Lezhë dhe mund të ma shpjegoni pak saktë? Në fakt, ndoshta mendojnë njerëzit që ne po lëvdojmë Shkodër, po thash edhe herë, Shkodra ka një traditë shekullore dhe Shkodra është e madhe dhe është e pamujtur Shkodra mos nxjerrë element edhe artizan edhe prodhime artizanale shumë të mira me traditë dhe me thënë drejtën pjesa më madhe ose më mirë me thënë edhe ndoshta 80% e prodhimeve artizanale bëhen në Shkodër. Shitja dhe tregtimi i tyre bëhet në gjithë Shqipërinë edhe jashtë, por prodhimet janë kryesisht në Shkodër. Në fakt, cili është impakti që keni ju tek klientët, qoftë vendas apo të huaj, vizitorët që janë në panajirët tuaja të vazhdueshme? Me thënë drejtën tu në Shkodër, unë herë në radhë parë kisha me dhënë notën 10 popullit shkodran, jo se jena në Shkodër, por që këtu ka vazhdimisht jo vetëm pjesëmarrje, po ka edhe shitje, ka edhe porosina, pra e kanë gjak. Kjo tregon që dalish rreth 50 ditë panajire në vit në Shkodër dhe të shesësh vazhdimisht, sepse tregtari sot jena në ekonomi tregu, ai nëse nuk shet, ai del një herë, dy, s'del më. Natyrisht. Por kjo ai del vazhdimisht dhe kemi kërkesa për të marrë pjesë. Pra kjo tregon që në radhë parë Shkodra, populli i Shkodrës është shumë dashamirës dhe blen, ban tregti. Pastaj kisha më thënë që unë vjen në plan të parë mbas Shkodrës emigrantët, të cilët edhe Shkodra janë të lidhur sigurisht, emigrantët të cilët duhen ta marrin një prodhim nga Shkodra, duhen një prodhim të Shkodrës edhe ta ekspozojnë atje ku janë, qoftë për dhurata, qoftë në shtëpinë e tyre. Por kemi shumë edhe turista, të cilët ne mundana mi psikologjisë në dëshirën e tyre, edhe mundana t'i përshtatemi prodhimin. Por ka edhe diçka që duhet ta them,
që shoqata, sidomos panajiret që shifni ju këtu, është një si thush, një sinjal, një dritë jeshile e Shkodrës, sepse prodhime edhe artizan ka shumë, po këto që marrin pjesë tregojnë që Shkodra qëndron, që Shkodra prodhon gjëra të bukura, dhe në kryesinë e shoqatës që kam unë, nuk du flas me binje që kam specialistat më të mirë në rang republike. Tani kemi fillu të fusim edhe gra në kryesi, sepse fillimisht nuk ka pas, po që Edhe gra. Po gratë janë aty që prodhojnë, po them edhe në kryesi që. Edhe kështu që jemi në rrugë të mbarë, ka edhe të ri, megjithëse të ri dihet më për në tonë Shqipërinë që po ikin e po ashtu shumica, por që me artizanat faktikisht, unë kam shumë artizan dhe artizane sidomos që vajzat e tyre ose djemtë e tyre dëshirojnë ta mësojnë zanatin edhe punojnë me zanatin. Sa bukur. Më herët, vitet të shkuara, kam pas intervistuar gra të zogajt që punonin në qilima, por edhe disa zonja shkodrane që punonin si xhade. Më ka bërë shumë përshtypje për kushtimi i tyre. Ata kanë trashëguar më herët kur kanë qenë në ndërmarrjen artistike dhe nuk janë ndarë kësaj pune, këtij aktiviteti, të them të drejtën, të mundimshëm, por shumë të bukur. Do të thosha që te gratë në veçanti, por natyrisht të gjithë artizanët edhe tek burrat, para së gjithash kjo është një dashuri shumë e madhe për punën, për pasionin, për artin. Më ka bërë shumë përshtypje. Është shumë e vërtet. Edhe po them, unë folja që janë në specialistët e më të mirë, janë pikërisht të që janë marrë gjithë jetën me artizanatin dhe e kanë pasion. Nuk mund të shputen. Faktikisht, nuk është ajo fitimi i madh, unë i njoh mirë dhe mundet që të marrim edhe një profesion tjetër, ndoshta me fitime më të mëdha, por i qëndrojnë zanatit dhe edhe pikërisht një ato që thoni ju në zogaj, në Bia, Ganimetja e tjerë, si edhe në zonën e Shkodrës edhe Malxhan. Po edhe në Gurtëzi, ka shumë artizane. Edhe çdo zonë ka specifikën e vet. Për shembull, zogajt ne kena pas, se unë kam punuar në ndërmarrjen artistike gjithë jetën time, dhe një ndër ato që thoni ju, jam edhe unë që s'jap shput zanatit. Pra unë vazhdoj prapë me firmën time. Pyesja pak më vonë. Po, dhe që baj punime me gdhenje, më ashtu, tepër të veçanta, në bashkëpunim me pikërisht me ato artistat e artistikës, se unë kam marru shkollën e lartë, po s'kam marru për artizanatin. Unë kam mësu një shkollë tjetër në Shkodër. Pra shkollën e praktike të specialistëve më të mirë që ka pas Shkodra në ish ndërmarrjen artistike. Kanë qenë gati 3.000 punëtor, 3.000 specialista që ndoshta duket e çuditshme, por kanë qenë ashtë fakt. Dhe në vazhdim të kësaj, kemi këto që thoni edhe ju, në Zogaj, në zonën e Zadrimës, në Shkodër dhe gjithandej. Pra janë njerëzit që e vazhdojnë profesionin me fanatizëm dhe kanë edhe suksese, rezultate, por duhet keni parasysh që edhe i herë përsëris fitimet ose ekonomia nuk është aq e madhe sa duhet me kenë, ose sa janë disa profesione tjera që kemi ne. Në fakt, kjo ndikon edhe tek punësimi dhe në një farë mëlqenje, do thosha, pavarësisht se do të ishte më e madhe. Ju për shembull keni një ndërmarrje tuajën, apo jo? Dhe natyrisht kjo edhe ndikon tek punësimi i një numri njerëzish, edhe i familjeve, natyrisht. Është natyrshme, unë nuk thash kot që duhet me bëj evidentimit, sepse ne kena në planin e përgjithshëm, tani me zejtarin, zejtaria ka me zanë në Shqipëri, për menimin tim, një përqindje shumë të madhe të njerëzve që janë të angazhuar të punësuar. Dhe kryesisht mi baza familjare, që simas dhanave të mia që kam dëgjuar edhe në Gjermani në vende të tjera, është ka një rëndësi shumë të madhe për vendin kjo puna familjare,
sepse edhe po të shikosh rrezikët që për shembull një ndërmarrje falimentare kështu, falimentimi nuk është me 1000 punëtor, është një falimentim me 4-5 punëtor, me 2 punëtor, pra nuk influencon edhe në ekonominë e përgjithshme. Po që është interesante, do thosha se gjatë bisedës ne në një farë mënyrë prekim dy terma, artizanat dhe zejtari. Kjo shoqata e artizanëve është zgjeruar me zejtarin, pra që përfshin jo vetëm punime artistike, por edhe zejtari që lidhen me produktet bujqësore, që lidhen me punime të ndryshme, të lëkurave, të drurit, të dhënjes, e të tjerë. Pra punimeve të prodhimtarisë së vreshtit në panajiret që zonë vend në përgjatë shtetërorës së Shkodrës, gjejmë prodhime origjinale, autentike të zonave të ndryshme. Kjo ka një vlerë të veçantë apo jo? Pa hyrë në përpunimin industrial. Unë ka merit shumë madhe shoqata sepse ne i kena parashikuar. Faktikisht në Shkodër jemi nis për ta bërë para disa viteve me edhe mendimin e një specialisti gjerman dhe i mundu të bëjmë këtë dhomën e zeve, nuk e arritëm se kështu ishin edhe duhen edhe disa kushte, domethënë që s'arritëm për ta bërë. Por kjo u realizu në Tiranë. Por ne si shoqat duhet me pas parasysh që kur para 6 vitesh që kemi propozuar ne ditën e artizanatit dhe zejeve në Shkodër. 10 qershor. 10 qershor e kena caktuar një datë që janë mbi rreth 100 shtete që e festojnë dhe jena bazuar ajo data dhe jena mundu mos me qenë datë politike këso, para të jetë tamam profesionale dhe ne kemi propozuar shoqata e artizanëve dhe zejeve në Shkodër. Pra, nuk kena thënë shoqata artizanëve dhe të punime artistike që ishte e ligjëruar si shoqat, por e kena menu këtë punë dhe kjo u realizu edhe ne si shoqat kemi ndryshu tash me vendim gjykate dhe kena bën emrin shoqat artizanëve dhe zejeve të Shqipërisë. Dhe që përputhen të gjitha këta me dhomën e zejeve. Pra ne kena menu para 6 vjeç për i këtë që erdhi sot. Shumë e bukur. Dhe ato profesione që kemi fut këtu në panajire, më vjen keq, po disa nga edhe drejtuesat e Shkodrës kanë thënë pse me fut mjaltin, pse me fut verën, pse me fut këtë, sepse nuk i shkon artistikës. Erdhi dita që u ligjëru dhe ne jena shumë të kënaqur sepse kena parashiku një gjë që është tamam artizanale, se punohen me dorë, gjithçka që punohet mbi 50% me dorë, quhet artizanale. Dhe sa zona marrin pjesë në këto panajire dhe janë edhe antarë të shoqatës? Edhe këtu du të flas ndoshta me fjalë shumë mira, ne kemi antarë nga Gjirokastra, antarë shoqate, jo me marr pjesë i po antarë. Kemi nga Saranda, nga Tirana, kemi kërkesa nga Kosova, nga Molizi, kryesisht Çanpesh, Shkodra, sigurisht, por edhe nga rreth e tjera, nga Malësia e Madhe, nga Lezhë, kështu që ne jemi një shoqat gradualisht në rritje në zgjerim, dhe mbi gjitha jena edhe të njohur, ma mirë me thënë, edhe nga ana ligjore, herë pushteti lokal, pothuajse na njeh shumë mirë, se ndoshta nuk duhet me thënë kështu, po ka rëndësi edhe me të njeh, dhe mund të themi që unë kam pas marrëdhënie të mira me kryetarët e bashkive se i kanë vlerësu, kuptohet, Shkodran, e kanë vlerësu artizanatin, por me thënë drejtën para 3 vjetësh, ndoshta i takon kryetares Voldana Ademi, mund të themi se ajo është që e kemi dokumentuar në një mënyrë ma ligjore, ma shkencore. Ne kena një marrëveshje me firmën e kryetares së timen për gjithë aktivitetin e vitit që është në vazhdim. Unë e paraqes para vitit të ri këtë kërkesë, miratohet në bashki, i jepet juristëve dhe firmoset, voloset nga ne dhe bëhet ligj për vitin. Kjo është një gjë tamam që s'ka kërkush tjetër. Institucionalizohet çdo veprimtarie juaja. Është diçka shumë interesante dhe shumë e bukur. Edhe nga ministrit janë shumë të njohur me shoqatën tonë, sepse nuk bëhet panajir në Gjirokastër, në Sarandë, nuk ka kuptim, thojnë vetë ata, pas qenë Shkodran. Pra, ne, jo vetëm unë si kryetar, nuk është problemi i kryetarit, por janë të gjithë këto specialistët që thënë ju, ajo Zogajve, Zjakarini, familja Mjeda,
Mohamed Trepçi, Adnan Komi e shumë të tjerë që njihen gjithë Shqipërinë. E njohin ministrat, e njeh kryeministri. Ne kemi organizuar panajire me ministri ka domethënë ka orientu që shkoni te filani te shoqata artizane në Shkodër sepse ai ban panajire shumë mira dhe kena bën në Shkodër në Velipoj, të cilët janë marrë shembull nga qeveria dhe në fakt, a keni lëvizur përveç Shkodrës me panajire dhe me aktivitete përveç Shkodrës? Po, ne kemi lëvizur gjithmonë bana se ne nuk kena fonde, dieta po ne na shoqat dhe jetojmë, punojmë me forcat tona, me antarësime, me pagesat ndryshme që organizojmë panajire kështu me blejmë çadra, tavolina, janë gjithçka me forcat e shoqatës, por në mënyrë individuale, edhe me porosina, që merrem me email dhe me kështu, ne shkojmë shumica shkojnë edhe jashtë shtetit. Në Kosovë, Maqedoni, Itali, në shumë vende të botës, marrim pjesë në panajire që paraqesim prodhimet tona. Ka qenë diçka e bukur, diçka që ka krijuar vlerësim? Sigurisht që thash, prodhimet tona janë të vlerësuara, janë shumë të veçanta. Panajiret tona janë tepër të bukura ose me vlerë mund t'i themi, të cilët kanë dashamirësi, vetëm se ka një problem, një tmet e jona, që nuk kena kontrata të siguruar për arsye se prodhimet artizanale kanë edhe çmime në kuptimin prodhime industriale kanë çmime më të larta. Për shembull, prodhimet kineze, prodhimet turke, po të thush e mbysin artizanatin. Edhe këto ne besoj se do të nxjerret një ligj tash nga dhoma zeve që në pika turistike mos ketë prodhime industriale, sepse ata imitojnë artizanatin, në fakt nuk janë falso. Diçka e vërtet. Ndërkohë, ju përmendët një problem, po në vim çfarë problemesh të tjera ju lindin në... Ne kena shumë probleme, po unë mendoj bile ndoshta nuk është fort ashtu, po unë diskutoj në rastet ndryshme me institucionet, qoftë edhe me ministrat e kështu, që ne kena për detyrë me dhanë menime, ju keni detyrën me zbatua apo jo. Për shembull, unë ka vite që ne diskutoj realizimin e shkollës zejeve, profesionale, artizanale. Pas shkollës së mesme. Po, qeveria ngul kam që thot shkollat profesionale, ato kanë vënë vetë shumë mirë. Por, a mund të marrim një shembull, a mësohet në kush se si bëhet filigrana e argjendit? A mëson në një shkollë se si bëhet dhënia e drurit? A mëson në një shkollë si bëhet tezgjahu etj, domethënë janë jashtë lojit. Edhe këto, nëse nuk bëhet një shkollë e tillë, do të vjen koha duke rrallë dhe mund të humbë ky zanat. Një nga sfidat tuaja, siç edhe unë kam vënë re në dokumentacionin e shoqatës, është nxitja e të rinjve. Si ka shkuar kjo iniciativë dhe dëshirë ose më mirë objektive juaja? Janë rrallë parë ne kena mbështetje shumë artizant që vetë nga familja, thashtë përpara, nxisin dhe për të jetu futen, mësojnë zanatin dhe kjo është një bazë kryesore që vazhdon. Pra ka një vazhdimsi. Pastaj ne jena mundu në fakt mu lidh me shkollën e muzikës, me shkollën artistike, me bile deri me nxënësit e shkollave 8 vjeçare, të cilët me vizatimet e tyre që bëjnë për shkolla, i kena ekspozuar dhe kena bë bile ekspozita dhe panajire të veçanta. Edhe kjo jena mundu, domethënë me bë një nxitje dhe një afrim. Po ne jemi shoqat dhe mundohna, po nuk e arrim ashtu siç dëshirojmë, domethënë ashtu siç duhet, në mënyrë shkencore, vështirë për ta bërë sepse nuk kena mundësi. Në këtë drejtim, unë mendoj, unë do t'ja shtroj edhe po shtetit lokale, kam shtruar edhe përpara, po unë kam edhe i takim me bashkinë në të ardhmen ose këto ditë shpejt. Unë do propozoj që na afrohen edhe specialista për të bërë me marr pjesë në projekte. Projektet kanë shumë rëndësi në këtë kohën që po kalojmë dhe shoqata duke u marrë me projekte, të gjitha këto që pretendojmë ne, realizohen vetëm me projekte, sepse Komiteti Evropian, vetë vendi, japin fondet të tilla dhe shkojnë, diku shkojnë ato, po pse mos shkojnë të shoqata artizanëve? Pra, është kanalizimi i duhur për të realizuar ata objektiva që ju keni. Në drejtimin, po edhe me në animu me specialista, sepse është art me bën projektin.
ne jena specialista për zënatin, por duhet edhe specialisti për me e me e shkru projektin. Natyrisht. Ja, pra kjo një ndër sfidat që ju keni përpara. Ju thatë që në fund të vitit unë paraqes veprimtarit e një viti pas ardhës. A mund të hedhim pak vështrimin për vitin që vjen? Po, për vitin që vjen, ne paka shumë edhe i përmenem, po që panajiret janë plan parë, ashtu si që thatë edhe ju, që ne paraqesim një grafik, me data, në të gjitha, duke shfrytzu gjitha festat, fetare, kombëtare, të Shkodrës e tjerë, dhe ne marrim pjesë në gjitha festat, sepse aty bëhen grumbullime të njerëzve e tjerë, dhe krijojmë edhe një imazh të mirë për festat. Pastaj kena edhe programe të caktuara me data dhe i paraqesim bashkisë për ta miratuar që vitin tjetër të jenë i gatshme. Përveç saj, ne do të kërkojmë diçka ndoshta edhe të re, siç thash për specialistin për bërjen e projekteve, që është e re kjo, do të kërkojmë në një vend mundësisht, e kemi kërkuar edhe përpara, prap do ta kërkojmë që të ketë një ekspozit, jo përveç panajireve, të jetë një ekspozit diku në qendër të Shkodrës, që të shifen artikuj të veçantë, element që të shifet artizanati i Shkodrës. Pra, tjetë si pun, jo muze, po tjetë një ekspozit. Me qenë se Shkodra është qytet turistik, madje do të thosha turistik gjithë vjetor, por dhe Shkodrën e vizitojnë shumë. Sa rëndësishme është që ju të keni website-in tuaj, një faqe të veçantë në internet që t'i drejtohet pikrisht artizanatit dhe zeve në Shkodër. Po ne kena rujt atë, e kemi, dhe kena rujt si thujnë me humjen në të kuptimin kena deri tash e kena mbajt. Kena faqen tonë edhe ekspozojmë panajire, artikuj të ri, ne kena zbatuat edhe mendojmë që ta vazhdojmë. Natyrisht në një vit të ri përpara tek të gjitha përpjekjet, rrugtimet e punëve me shumë mund dhe dashuri të artizanëve dhe zejtarëve në Shkodër, ka të tjera projekte, ka të tjera perspektive, ka të tjera këndvështrime që patjetër ditët e një viti që vjen do të mund të gjejnë rrugë të ndryshme realizimesh. Zoti Zef, unë ju falenderoj shumë që ishit sot në studio. Madje keni në dispozicion mikrofonin e Radio Shkodrës për të bërë një përshëndetje për miqtë tuaj artizan, për ato që punojnë tek ndërmarrja që ju keni, për të gjithë ata që na ndjekin dhe qytetarët e Shkodrës, të cilët ju në këndvështrimin tuaj i vut notën 10 për nga ana e marrëdhënieve dhe impaktit që keni. Faleminderit për jush që na ftuat për të evidentuar, mund të themi, disa nga këto problemet ose nga dhënat e mira të artizanëve. Me këtë rast, meqenëse se jemi në fund të vitit dhe festat e fund vitit po afrojnë, unë falenderoj dhe nëpërmjet jush gjithë artizanët e Shkodrës në radhë parë, po gjithë Shqipërisë, dhe ju uroj një jetë të mirë, ta kalojnë mirë këtë vit dhe fillojmë mbar vitin tjetër. Ju uroj mbi gjitha krijimtari të mirë që të promovojmë edhe të nxjerrim artikuj vazhdimisht të ri dhe të mirë që t'i kërkojë populli dhe turistat. Shëndete jetë artizanëve duar artëve të Shkodrës dhe më gjërë, edhe veprimtari të bukur dhe të suksesshme ju dhe shoqatës që ju drejtonin. Faleminderit. Faleminderit dhe gëzuar. Faleminderit, zime. Edhe ju.